Agron, si mendoni se do të evoluoj roli i besimit, vlerave tradicionale në politikë në vitet e ardhshme, veçanërisht tash kur shohim fitoren e Trumpit në Amerikë? Më herët Meloni në Itali. Në Itali, po. Ndëgja, kur turbullojnë gjërat, kur vështirësohen gjërat, kur lodhet njeri, çka thot? Po shkojnë shpejt. Kështu që edhe njeriu, kur ka turbullira, kur ka sprova, kthehet esenca, kthehet e besimi. Kështu që njerëzit në mënyrë të natyrshme janë duke u kthyer te vlerat e tyre të cilat janë të qëndrueshme, për arsye se këto vlera të cilat po i flasim ne i ka vendosur Zoti i Madhërisht. Pra janë diçka që në fe quhen fitre, natyrshmëri. Edhe natyrshmëria është për të gjithë e njëjtë. Të gjithë duan drejtësinë, të gjithë nuk e duan, domethënë vjedhjen, korrupsionin. Pra, ato vlerat e përgjithshme janë të njohura për të gjithë. Kështu që kjo kohë në cilën ne po jetojmë, nuk po rrezikohet vetëm politikat ekonomike, por po rrezikohet njeriu që të çnjerëzohet, që të dehumanizohet. A kupton? Edhe të largohet, për shembull, e patëm më herët pyetjen për politikan. Njëjtit politikan janë ata të cilët e përzojnë qytetarin prej këtij veni, edhe shkojnë majnë të bim elektoral në Greqi, në diasporë dhe ata i duar të rëkasin. Kjo është një paradoks në veti. Nuk ka bo asgjë, do më thonë me politikat e ti, që të rikthej, se njëri ndoshta shpesher me gjysmën e pagës sa e merr jashtë, kish ardhur këtu, vetëm se ndihet në shtëpi vet më mirë. Pra, kjo është diçka absurde. Kështu që njerëzit do të kthehen te vlerat, do të kthehen te besimi, para mendo, kur një shoqëri, një superfuqi, çfarë është Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, enough is enough. Do të thonë, mjaft më me këto agenda, me këto imponime, por i kthehemi te vlerat tona. Ata cilët janë krishterë të vlerat të krishterë, ata cilët janë musliman të vlerat muslimane, për mirëqenie, do të thonë, mirëqenia është pastaj kryesorja dhe gjitha këto. Kështu që edhe te ne është ky domino efekti që do të vjen edhe te ne, vetëm se do të thonë qeveria e Gjermanisë psoi, do të thonë, rënje do të lëvizin gjërat, kështu që besimi edhe këto vlera, edhe pse ne i kemi nisë më herët, por është koha që të kthehen njerëz të edhe të fuqizojnë. Për arsye se në burimi i forcës, njeriu nuk e pren atë degën se nën është duke qëndruar.